Ne në datë 29 shtator kemi marrë një vendim për dhënien e titullit kryetar nderi për ish kryetarin e Komitetit Ekzekutiv Gjergj Bella. Për të qenë sinqert, edhe nga pjesa jonë është marrë pak me neglizhencë kjo gjë, edhe pse jo unë personalisht. Nuk mundet kurse që asnjëri prej nesh bëhet palë të të mbështesë ish figura të sistemit diktatorial. Dhe jo vetëm që s'duhet ta dekorojmë, por ama duhet edhe t'i dënojmë nëse është e mundur. Dhe në fundit fare, gjitha ato reagime do prisja dhe duke vënë veten pozitiv, prisja që vetë zotnia dilte dhe thoshte po na merrni këtë, se unë kam qenë pjesë. Nuk e bën një gjë të tillë, hajta bëjmë ne të nderojmë këtë përballje që është bërë këtij Këshilli Bashkiak, të nderojmë veten tonë dhe të ndalim këto precedent. Kaq ishte. Në lidhje me këtë para do të kemi informacion e kam lexuar këtë. Por unë personalisht, ky është mendimi personal im. Jam dakord me atë motivacionin për urbanizimin e qytetit, në ato ligje se kam qenë e kam arritur. Por duke parë materialet shtesë në të publikuara në Facebook dhe ato që pa lexova dje, unë distancohem nga ky veprim publikisht. 130 familje të internuara nga aktora e tij. Unë distancohem personalisht, ju lutem mos e politizoni këtë punë. Faleminderit.